Biznesmeni shqiptar Ermal Beshiri do të vazhdojë të qëndrojë në paraburgim në Francë, ndërsa drejtësia franceze shqyrton çështjen e tij në një kohë kur Shqipëria ka kërkuar ekstradimin. Mediat franceze kanë publikuar detaje të reja mbi arrestimin, pasuritë e identifikuara në Francë, kërkesën e tij për t'u liruar dhe argumentet me të cilat prokuroria franceze kërkoi vazhdimin e qëndrimit në qeli. Beshiri, 44 vjeç, përfundoi në duart e autoriteteve franceze pas fluturimit me avionin e tij të lehtë mbi centralin bërthamor të Penly, mes Dib dhe Le Treport, një zonë me ndjeshmëri të lartë sigurie. Mediat franceze sjellin edhe një detaj të pazakont për momentin që parapriu fluturimin mbi central. Sipas tyre, më 25 korrik Beshiri kishte vendosur të telefononte nënën ndërsa ndodhej në komandën e avionit të tij mbi Saint-Maritim. Paris Normandie ngre si pikpyetje nëse bëhej fjalë për shpërqendrim apo gabim drejtimi, ndërsa faktor se avioni përfundoi duke fluturuar mbi centralin bërthamor. Pas uljes në aeroport, Beshiri u ndalua nga autoritetet. Ai u paraqit përpara prokurorit dhe më pas u gjykua për fluturim pa autorizuar mbi centralin bërthamor nëpërmjet procedurës së pranimit të fajësisë. Për këtë shkelje ai u dënua me një gjob prej 7.000 eurosh. Mediat franceze e konsiderojnë këtë shumë pothuajse një episod dytësor për një person që e përshkruan veten si milioner. Por përfundimi i kësaj procedure nuk solli lirimin e tij. Ndërsa Beshiri ndodhej ende në shoqërimin e gjendarmerisë franceze, autoritetet e Francës u vunë dieni për kërkesën e Shqipërisë për ekstradimin e tij. Mediat franceze shkruajnë se ai kërkohet në Shqipëri për çështje që lidhet me mashtrimin dhe një skem të organizuar në tendrat publik me vlerë që arrin në miliona euro. Në Shqipëri emri Ermal Beshirit është pjesë e hetimit të SPAK-ut për dosjen e tenderëve të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit AKSHI. Hetimi ka ngritur pikpyetje të forta edhe për shkak të profilit të Beshirit dhe aksesit që ai ka pasur ndër vite në sektorin e teknologjisë dhe në sisteme të lidhura me institucionet shtetërore. Për avokatin e tij ai është viktimë e një ndalimi të paligjshëm. Avokati kujton se klienti i tij përpara episodit të Penlyt kishte mësuar nga shtypi i vendit të tij se ishte person në kërkim dhe kishte njoftuar për këtë autoritetet franceze. Prokuroria kundërshton lirimin e biznesmenit me argumentin se mundësitë e tij financiare dhe licenca si pilot do t'i mundsonin të shmangej shpejt autoriteteve. Ermal Beshiri e mori fjalën i fundit. Kam mbërritur në Francë në moshën 16 vjeçare. Këtu kam familjen time të dytë. Po lëviz shumë, Turqi, Sloveni, Francë, mund të kisha shkuar kudo, edhe në Dubai, por e dua Francën. Edhe pse nuk kam zgjedhur vendin më të mirë për të fshehur, as më të mirin për taksat, thaj. Këtë të martë gjykata dha vendimin e saj. Ermal Beshiri do të qëndrojë në paraburgim.